Kapitulli, mos u ktheu në vendin ku ke humbur buzëqeshjen. Mësimet e dhimbjes dhe fuqia për të çliruar. Ka vende, momente dhe situata ku e humbim atë që është më e çmuar, buzëqeshjen. Një ndjenjë që duket e vogël, por që mbart brenda vetes gjithë fuqinë e lumturisë dhe paqes së brendshme. Kur një vend, një kujtim apo një marrëdhënie të lidh me dhimbjen dhe vuajtjen, kthimi aty nuk është thjesht rikthim fizik, por është edhe rrezik për të plagosur përsëri. Në psikologji, njihet fenomeni kur njerëzit pashmangshëm tërhiqen drejt vendit ku kanë përjetuar vuajtje, si një mënyrë për të kuptuar apo për të ndjerë sërish atë që ndodhi. Por ky kthim shpesh është hidhërim i dyfish, sepse aty nuk gjen dot më lumturinë që ke humbur, por vetëm përjeton dhimbjen e vjetër që të ka lënë pa buzëqeshje. Mos ktheu në vendin ku e humbe buzëqeshjen do të thotë të mbash nderin e vetes dhe të respektosh veten. Është vendim i guximshëm për të mos u mbytur në rrjetën e dhimbjes së së kaluarës, por për të kërkuar rrugë të reja, për të ndërtuar strehën tënde të re, ku mund të rritesh dhe të ndihesh mirë. Është e rëndësishme të kuptosh se buzëqeshja është pasqyrë e brendshme e qetësisë dhe e gëzimit. Kur ajo humbet, nuk duhet të kthehesh aty ku e lash, sepse aty nuk do ta gjesh më. Ktheu drejt horizonteve të reja ku mund të krijosh kujtime të reja, ku mund të ndjesh paqe, dashuri dhe kënaqësi. Çdo hap larg vendit të dhimbjes është hap drejt lirisë. Është mesazh për veten që ti meriton më shumë se sa ato që të janë marrë. Dhe sa herë që ndihesh e prirur të kthehesh, kujto, buzëqeshja jote është dhuratë, mos e lejo ta humbasësh përsëri. Fundi kapitullit. Mos ktheu në vendin ku ke humbur buzëqeshjen, sepse aty nuk është më vendi yt. Rruga jote është përpara, me dritë dhe shpresë.